Një zjarr i madh ka shpërthyer në Teheran. Flakët kanë shpërthyer në perëndim të qytetit në zonën e pazarit. Irani është përfshirë nga javë të tëra protestash të dhunshme. Një zjarr i madh ka shpërthyer në kryeqytetin iranian. Sipas raporteve fillestare, një zonë e pazarit në Teheran është në flak, ndërkohë po rriten shqetësimet për një luftë të re midis Iranit dhe SBA-s. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve ISNA, zjarri shpërtheu këtë të martën një sipërfaqe tregu prej 2000 metrash katror në lagjen Janad-Abad. Disa stacione e zjarr fikse u përfshin në përpjekjet për shuarjen e zjarreve në Teheranin perëndimor. Vazhdon raporti, kur mbërritën shërbimet e emergjencës, zona ishte pothuajse tërësisht e përfshirë nga flakët, me tym të dendur që ngrihej në qiell. Zjarri ishte aq i madh sa ishte i dukshëm për disa kilometra. Janad-Abad ndodhet në Teheranin perëndimor. Zona e prekur nga zjarri masiv përmban shumë tezga dhe dyqane. Shkaku i zjarrit në Teheran mbetet i paqartë. Gjithashtu nuk dihet nëse lidhet me protestat e fundit në Iran. Për javë të tëra, qindra mijëra iranian kanë protestuar kundër regjimit të Mullahve. Zjarri masiv në Teheran vjen gjithashtu në një kohë kur tensionet midis Iranit dhe SBA-s po përshkallëzohen dhe negociatat janë potencialisht në horizont. Vendodhja dhe koha e saktë e takimit thuhet se janë ende të panjohura. Sipas raporteve të medias, ai mund të zhvillohet në Turqi. Shqetësimet për një luftë të ri për të rirë janë rishfaqur kohët e fundit. Presidenti i SBA-s Donald Trump e ka kërcënuar vazhdimisht udhëheqjen iraniane me sulme ushtarake, pjesërisht për shkak të shtypjes brutale nga forcat e represive shtetërore ndaj demonstruesve gjatë protestave të fundit masive. Presidenti Masoud Pezeshkian ka udhëzuar ministrin e jashtëm të zhvillojë negociata me SBA-t. Irani është tronditur nga protestat të gjera në javët e fundit. Ajo që filloi si protest kundër situatës ekonomike të vendit, u përshkallëzuar shpejt në demonstrata mbarkombëtare që u shtypën me dhunë.